Kapitulli 9. I ra trumbetës ëngjëlli i pest. Atëherë pash një yll që kishte rënë nga qielli në tokë. Atij ju dha çelësi i pusit të humnerës. Ai i hapi pusin e humnerës dhe prej tij doli tym, si tymi i një furre të madhe. Dielli dhe ajri u errësuan nga tymi i pusit. Nga tymi dolën karkaleca mbi tokë dhe atyre ju dha e njëjta fuqi si fuqia e akrepave. Atyre ju tha të mos dëmtonin bimët, as barit edhe as pemë të tokës, por vetëm njerëzit që nuk e kanë vullën e Perëndis në balë. Dhe ju dha urdhër të mos i vrasin njerëzit, por t'i mundojnë për 5 muaj. Dhimbja që i mundonte ishte si dhimbja e pickimit të akrepit. Gjatë atyre ditëve njerëzit do ta kërkojnë vdekjen dhe nuk do ta gjejnë. Do të duan të vdesin, por vdekja do të largohet prej tyre. Nga pamja karkalecat ngjanin me kuaj të bërgati për luftë dhe në kokë mbanin diçka si kurorat e arta. Fytyrat i kishin si fytyra njerëzish, flokët i kishin si flok grash, ndërsa dhëmbët si dhëmb luanësh. Në kraharor kishin diçka si parzmore hekuri, ndërsa zhurma që bënin krahët e tyre gjante me zhurmën e shumë qerreve me kuaj që vrapojnë për luftë. Kishin bishta me thumba si të akrepave dhe gjithë fuqia e tyre për të lënduar njerëzit për 5 muaj qëndronte te bishta. Për mbret kishin engjëllin e humnerës, i cilin hebraisht quhet Abadon, ndërsa në greqisht e ka emrin Apolion. Njëri mjerim shkoi, ja tek po vinë edhe 2 mjerime të tjera pas tij. I ra trumbetës ëngjëlli i 6. Atëherë dëgjova një zë që dilte nga të 4 qoshet e altarit të artë që ndodhet para Perëndis. Zëri i tha ëngjëllit i 6 që kishte trumbetën: Zgjidhi 4 ëngjëjt që janë lidhur te lumi i madh i Eufratit. Të 4 ëngjëjt që ishin bërë gati për atë orë, për atë ditë, për atë muaj dhe për atë vit, u zgjidhen për të vrarë 1/3 e njerëzve. Dëgjova numrin e ushtarëve të kalorësisë. Ishte 100 milion. Kuajt dhe kalorësit që pash në vegim kishin parzmore të kuqe si zjarri, të kaltra si hyacinti dhe të verdha si squfulli. Kokat e kuajve ishin si koka luanësh, ndërsa nga goja e tyre dilte zjarr, tym dhe squfull. Nga këto 3 plag, nga zjarri, tymi dhe squfulli që dilte nga goja e kuajve, vdiq 1/3 e njerëzve, sepse fuqia e kuajve qëndronte te goja dhe te bishti i tyre. Bishtat e tyre ngjanin si gjarprinj, që me kokën e tyre u sillnin dëm njerëzve. Pjesa tjetër e njerëzve, ata që nuk vdiqën nga këto plag, nuk u penduan për veprat që kishin bërë, por vazhdonin të adhuronin djajt dhe idhujt prej ari, argjendi, bronzi, guri apo druri, të cilët nuk mund të shohin, as të dëgjojnë, as të ecin. Nuk u penduan as për vrasjet e tyre, as për magjitë e tyre, as për kurvërinë e tyre dhe as për vjedhjet e tyre.